Aulona Folk Festival 2025 ka mbyllur si parin mes ngjyrash, ritmesh dhe emocionesh. Pas disa netëve të mbushura me muzikë tradicionale, valle karakteristike dhe emocione të veçanta, Aulona Folk Festival 2025 ka mbyllur zyrtarisht aktivitetin e tij në ambientet e Regina Garden, duke lënë pas një tjetër kapitull të paharrueshëm në historinë kulturore të qytetit të Vlorës. Edicioni i këtij viti mblodhi në skenën e tij grupe folklorike nga gjithë Shqipëria dhe trojet shqiptare, si dhe mysafir nga vende të tjera të Ballkanit, të cilët sollën me krenari trashëgiminë e tyre kulturore. Tingujtet çiftelis, lahutës dhe instrumenteve të tjera tradicionale kumbuan në çdo cep të qytetit bregdetar, duke kthyer Vlorën në një vatër të gjallë të folklorit dhe shpirtit popullor. Organizatorët falenderuan publikun për pjesëmarrjen e jashtëzakonshme dhe mbështetjen e vazhdueshme, ndërsa theksuar rëndësinë e ruajtjes dhe promovimit të kulturës sonë autoktone në breza. Ndërkohë presidenti i festivalit Sejmen Gjokoli, duke shpërndarë dhe çmimet për kace ndër të tjera, ka falenderuar mbështetësit kryesor të këtij festivali, por dhe të pranishmit. E kupës 2025 Gjorgja, lejoni që të bëj një falënderim për stafin organizator të festivalit, për të gjithë televizionet lokale të Vlorës, që në këtë edicion, si asnjëherë tjetër, kanë bërë një promocion të jashtëzakonshëm. Unë e konsideroj këtë një vlerë të shtuar për qytetin, e konsideroj një kontribut jashtëzakonshëm për promovimin e vlerave të këtij qyteti, pra jo thjesht festivalit. Kështu që faleminderit të gjithëve. Kreu i operatorëve turistik Basil Bedina i tha se evente të tilla si Aulona Folk Festival apo dhe Giro d'Italia janë evente që promovojnë qytetin. Bedina i përblu televizion u shpreh se ky është vetëm fillimi për Vlorën, pasi përgjatë gjithë sezonit turistik parashikohen aktivitete në mënyrë që turistët kur të largohen nga Vlora të ikin me kokën pas për të rikthyer sërish. Do jenë në këto format që organizohet në këtë qytet. Giro d'Italia ishte diçka fantastike, ne që ishim afër tyre dhe ndoqim Giro d'Italia gjatë gjithë kohës, ishte një promovim i jashtëzakonshëm. Mbas asaj ishte hapja e sezonit turistik, mbas sezonit turistik është edhe ky koncert Aulona Folk Festival, pra çdo gjë që ne bëhet, që organizohet në këtë qytet është pozitive për t'i dhënë ato përmasat e duhura i qytetit turistik. Nuk është se janë të mjaftueshme, por mjafton që po bëhet diçka dhe do të vazhdojmë të bëjmë edhe gjatë sezonit të verës. Pra sa më shumë organizime të tilla të kemi, aq më tepër kur i kemi të ftuarët nga jashtë territorit të Shqipërisë, aq më tepër e promovojmë të qytet. Pra jemi aty ku duhet jemi. Çmimi i parë i Aulona Folk Festival u fitua nga grupi Gjorgjan. Me emocionin e përmbylljes dhe premtimin për të rikthyer edhe më fuqishëm vitin e ardhshëm, Aulona Folk Festival 2025 largohet, por jona e këngëve dhe valleve do të vazhdojë të jetojë gjatë në zemrat e të gjithëve.